Projekti për lidhjen e rrugës transballkanike me portin ndërtar të Vlorës prej pothuajse 45 ditësh qëndroi në vend numëro. Pasi u la shumë ditë pa u punuar dhe asfaltuar, firma e cila realizon këtë projekt së bashku me një tjetër firmë që kryen punimet për ujësillësinë e Vlorës, u kujtuan që në të duhet vendoseshin dhe linjat e furnizimit me ujë të pijshëm për qytetin e Vlorës, por edhe për portin e jahteve që do ndërtohej. Kjo bëri që aty të nisnin të tjera punime nga firma Akelik për vendosjen e rrjetit me ujë të pijshëm, që mbajti peng për plot 45 ditë, një prej rrugëve më të rëndësishme dhe më të frekuentuara të qytetit. Pas kaq shumë ditësh, Shkëlqimi 07 që po realizon këtë projekt ka nisur më në fund dhe asfaltimin e rrugës. Pas shumë ditëve pritje, më në fundi ka ardhur radha asfaltimit të rreth rrotullimit tek ish parku i Tregtis. Firma e cila po realizon këtë projekt ka nisur punën fillimisht për asfaltimin e 2 kursive që do të lidhin rrugën transballkanike me portin ndërtar, teksa do të punohet përgjatë mbrëmjes, por edhe ditën e nesërme për asfaltimin e rreth rrotullimit tek ish Vola, por gjithashtu edhe lidhjen e tij me 4 segmente të cilat vinë në drejtim të rreth rrotullimit për të shkuar më pas në zonën e Skelës apo plazhin e vjetër. Për shkak të amortizimit, qarkullimi rrugor në rreth rrotullimin e ish parkut të Tregtis u rëndua tepër. Të gjitha segmentet lidhëse me të u zhytën në trafik, ndërkohë që punimet të zgjateshin. Sipas informacioneve, asfaltimi i rreth rrotullimit pritet të përfundojë brenda mesit të javës dhe kjo gjë sigurisht që do të sjellë lehtësinë të qarkullimit rrugor, por dhe paksim të pluhurit dhe papastërtive në zonë. Vlen të theksohet fakti që ky projekt duhet të ishte realizuar brenda 3 muajve, por punimet po hyjnë në muajin e 7 dhe ka ende shumë për të bërë. Asfaltimi cilësoi si faza e fundit e punës, por një prej kraheve të rrugës që çon drejt portit vijon të jetë bllokuar dhe nuk ka asnjë informacion se si do të veprohet për përfundimin e këtij projekti.